ajo çka erdh Crypto Albanian me diçka të re i dha rëndësi të madhe aspektit edukativ. Çdo kush ty vetëm ta tregonte atë anën sikurse ta tregojnë influencerat në rrjetet sociale, domethënë del aty thot unë me investimet e mia po e shijoj këtë jaht, po e shijoj këtë aeroplan privat që në shumicën e rasteve ato e kanë këtë vetëm për marketing, që në realitet nuk janë as të tyne, dhe çdo i ri e shet domethënë çastjen e botën e kriptovalutave në këtë mënyrë. Domethënë unë nëse hi tash në këtë botë, unë kam me bë një jaht, kam me bë një helikopter, një kerr të shtrenjtë. Por Crypto Albanian u tregoi atë pamjen e vërtet, fytyrën e vërtet të botës së investimeve virtuale. Domethënë ka dalë ka dale eduko vetveten, sepse po nuk dite notin në këtë botë, shka vjen fundosja. Po më gëzon se mjet edukativ, domethënë mos më hina për film, ka dale se nuk keni të hi këtu me fitu miliona. Ekziston edhe humbja edhe fitimi. Ekziston edhe humbja edhe fitimi.